Gjembi në mish për Palin. Prandaj, në ato kontekst, Pali fillon të flasë për teologjinë e këtij gjembi në mish. Qëllimi im nuk është që të përleshe me natyrën e gjembit në mish. Shumë prej jush e kanë trajtuar këtë gjë në seminar dhe në studimet tuaja. Dhe të themi të drejtën, nuk është se kur mbaruat studimet i kishit gjërat më të qarta nga sa kur i filluat ato. Ajo që unë besoj se mund të themi me një farë bindjeje është që gjembi në mish i Palit ishte diçka fizike dhe se ai ishte burimi një parehatije të thellë dhe të vazhdueshme. Në këtë gjë, ai do të zbulonte të vërtetën, të cilën në ndikimin e frymës po e jepte te Romakëve 8, ku ai thotë: "Dhe të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij." Prandaj, ai është i detyruar që ta marrë kuptimin e tij teologjik për sovranitetin e Perëndisë dhe ta lejojë atë që të ushtrojë ndikimin e vet në këtë përjetim, të cilit ai referohet si një gjemb në mish. Duke qenë se ai e di që ati i tij është shumë interesuar për shërbënjësin e tij, ai është në gjendje të thotë me integritet të plot: "Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret kurora e drejtësisë." Perëndia është kaq shumë i interesuar që Pali të jetë në gjendje ta thotë këtë, ta ketë me gjithë mend dhe ta përjetojë, sa që ai sjell në jetën e këtij burri rrethana të cilat bëhen vetë shërbëtorët e Satanit, për të mos lejuar që ai ta humbas ekuilibrin në lidhje me mrekullitë që Perëndia ka vendosur mbi jetën e tij. Me fjalë të tjera, ati e di më mirë. Ai e merr në krah fëmijën e vet dhe e përqafon. Ai e pushton me krahët e tij. Ai lejon që fëmia i vet të zbulojë gjëra të thella në karakterin dhe qëllimet e tij, të cilat janë të patregueshme. I njëjti atë që e ka përqafuar kështu shërbënjësin e tij, është ati që kur shërbënjësi i tij vjen në 3 raste të paharrueshme dhe i thotë: "O At, a do ta largosh këtë gjemb prej meje?" Ai i thotë: "Jo." Pse? Po, ai na e tregon arsyeën. Pal, nëse e largoj këtë gjemb, nuk do ta mësosh kurrë parimin forca e dobësisë. Ky gjemb është një engjëll i Satanit. Çfarë do të thotë kjo? Po, mendoj se do të thotë të paktën këtë: që kjo u bë një bazë për sulmet e të ligut. Në të njëjtën mënyrë, sikurse dobësia në jetën tonë bëhet baza për sulmet e të ligut, apo jo? Ai vjen te ne dhe na thotë: "Nëse do të ishe një person më i qetë nga sa je, do të ishe shumë më i dobishëm. Nëse nuk do ta kishe këtë prirje të tmerrshme për këtë apo atë, dhe këtu nuk po flasim për mëkatin. E di çfarë, nëse do ta ngrije zërin më shumë dhe të mos ishe kaq i qetë." Dikuj tjetër i thotë: "Nëse do të ishe më i qetë dhe të mos e ngrije zërin kaq shumë. Nëse nuk do të isha kaq i dobët, nëse nuk do të isha kaq kështu, nëse nuk do të isha kaq ashtu." Çfarë? Mos mendon se ati juaj nuk e di? Ai nuk ju mlodhi si një grusht argjile. Ju nuk jeni një grup i rastësishëm molekulash të mbledhura bashkë si një njeri. ADN-ja jote u programua nga Perëndia krijues, i cili të dha hundën që ke ashtu si deshi ai. Ti mund të mos mendosh se është mirë, por atij i pëlqen. Nuk dua të përmend hundën tënde në veçanti, sepse disa prej jush do të shkojnë në shtëpi dhe do të shihen në pasqyrë. Ky ishte thjesht një shembull, qetësohuni. Gjithsesi, ju nuk jeni në kontroll. Prandaj sulmet e të ligut janë: "Pse ty, Pal? Pse t'u dha ty gjembi në mish? Pal, pse do ta lejonte Perëndia këtë gjë në jetën tënde? A nuk mendon se po të mos e kishe këtë gjemb, do të ishe shumë më i dobishëm nga sa je tani?" Kjo sigurisht që duhet ta ketë bezdisur së tepër me Palin. Ai shkon vazhdimisht. Ai shkon me lutje specifike te Perëndia. Ai i kërkon atij që t'ia largojë gjembin. Kjo ngjason disi me kopshtin e Gjetsemanit. Ai lutet 3 herë, ashtu siç u lut edhe Krishti në kopsht. E mbani mend, ai u lut 3 herë: "O At, po të duash, largoje këtë kup nga unë." Pali lutet 3 herë: "Perëndi, nëse dëshiron, do të isha shumë i gëzuar që kjo gjë të merrte fund. Do të gëzohesha shumë po të më çliroje nga kjo." Pastaj vjen përgjigjja e mrekullueshme: "Hiri im është i mjaftueshëm për ty, Pal. Fuqia ime përsoset në dobësinë tënde." Dëgjojeni sërish versionin e parafrazuar të Biblës Mesazhi. Sa po e dëgjova këtë, isha i gëzuar që Talia të ndodhte. Hoqa dorë nga përqëndrimi të dobësia dhe fillova të vlerësoja dhuratën. Ky ishte rasti kur fuqia e Krishtit do të shfaqej në dobësinë time. Tani i pranoj kufizimet në hapin tim. Madje këtë e bëj me gëzim. I pranoj kufizimet që më bëjnë të përulur. Edhe ne kemi nevojë për këto gjëra, që të na bëjnë të përulur, apo jo?
dhe që të mos mbahe me të madh për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish. Prandaj ai thot, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. Nuk e di nëse jam afër me këtë. Do të më pëlqente të isha afër saj. Kur i lexoj këto vargje nga 2 Korintasve 12, më duket sikur kam kthyer faqen në një atlase gjigant të zbulimit të Perëndisë dhe jam duke parë disa vise të panjohura. E kam përdorur vargun me bashkësinë time kur ata kanë përjetuar vështirësi. Ju a kam ofruar atyre dhe atëherë e kam bërë me integritet, sepse kjo është e vërteta e fjalës së Perëndisë. Dhe me anë të frymës së tij, Perëndia mund ta bëjë që të ketë efekt në jetën e tyre për t'i ndihmuar dhe inkurajuar. Mirë po, ekziston një rrezik i madh që ne që u ofrojmë bukën e jetës të tjerëve të vdesim urije. Ekziston rreziku që t'u paraqesim njerëzve vise frymërore të cilat ne vetë nuk i kemi shkelur. Rreziku që ne jemi bus oqeanit të paanë të hirit të Perëndisë dhe gjithë sa kemi bërë është që kemi hequr çorapet dhe jemi pllaquritur busti. Ka diçka në jetën tonë e cila nuk është prekur dhe nuk është përfunduar. Mund të ndodhë që në një sesion si ky, në një konferencë si kjo, Perëndia të vite ne dhe të na thotë: "Pastori dashur, a i di çfarë? Je munduar për shumë kohë që tu tregosh gjithë të tjerëve se e ke kuptuar plotësisht, që je mjaft i fortë sa ta përballosh dhe që je në kontroll të këtij operacioni. Por unë dhe ti e dim që nuk është kështu. A nuk do ta përqafosh dobësinë tënde dhe ta gjesh në mua forcën tënde? Alternativa është që të përqafojmë forcën tonë të supozuar dhe të jetojmë në sferën e dobësisë fenomenale." Në shekullin e 18, John Berridge tha: "Të krishterin nuk e zë kur gjumi në mes të zjarrit apo të përmbytjes, por ai nis të përgjumet në rrezet e diellit." Megjithatë, neve na pëlqen shkëlqimi i diellit, apo jo? Të gjithë njerëzit në Cleveland ankohen gjithmonë për kohën. Ata nuk e kanë idenë sa keq do të ishte të jetonin në Glasgow të Skocisë. E dini çfarë? Këtu nuk ka shumë ditë me diell. Është në rregull. Përveç kësaj, nëse dielli shkëlqen gjithmonë, atëherë ke vetëm shkretëtir. Megjithatë, ne kërkojmë diell, apo jo? Ne largohemi nga ato sprova të cilat janë mjetet e bekimit. Ne i mbulojmë vetë dobësitë që Perëndia zgjedh t'i përdorë si mjetin për të na bërë të dobishëm në mbretërinë e tij. A e keni konsideruar ndonjëherë mundësinë që ajo gjë të cilën e keni izoluar si dobësinë tuaj më të madhe në dorën e Perëndisë është çelësi drejt dobisë suaj më të madhe? Merrni si shembull jetën e Chuck Colsonit. Ai u diplomua në Universitetin e Georgetownit. Doli me rezultate shumë të larta në degën e juridikut. Shërbeu si kapiten në marinë. Kishte pozitën më të rëndësishme në zyrë si këshilltari i përgjithshëm ligjor në administratën e Nixonit. Ky ishte mbaruesi i punëve të pista. Ky ishte ai që u përgjigjej telefonatave nga Gandhi dhe udhëheqës të tjerë botror. Ai mund të merrte bllokun e tij të kontakteve dhe të telefononte çdo udhëheqës të botës perëndimore dhe më gjerë. Megjithatë, çfarë përdori Perëndia për të krijuar në jetën e tij organizatën Prison Fellowship dhe për të sjellë një ndikim në jetët e panumërta të qindra dhe mijëra njerëzve? Çfarë përdori ai? Diplomën e tij në drejtësi? Forcën e tij? Zgjuarsinë e tij? Jo. Perëndia përdori faktin që ai vetë përfundoi si i burgosur. Nga dobësia erdhi forca. Këtë e kuptojmë. Vetëm se nuk duam që ta jetojmë. Kujdes nga forca. Përqafoje dobësinë. Tani më lejoni që ta mbyll me 2 fjalë zbatimi. Zbatimi i parë. Vëllezër, le të kemi kujdes nga rreziqet që vijnë nga të qenët të fortë. Kur të tjerët na mendojnë si të fortë, apo kur e mendojmë veten si të tillë. E mbani mend, te Danieli 4, Nebukadnecari ishte duke shëtitur në pallatin mbretëror dhe tha: "Nuk është kjo Babilonia e madhe që unë ndërtova si seli mbretërore me forcën e pushtetit tim dhe për lavdinë e madhërisë sime?" Kaluan vetëm disa javë para se një nga shërbëtorët e tij të shihte në kopësht dhe të thoshte: "Nebukadnecari është ai atje apo më bën syt? Më duket sikur qen ka ulur me të katra. Çfarë po bën ai vallë?" "E pash sot pas dite," tha një tjetër, dhe sinqerisht mendoi se ishte duke ngrënë bar. Dikush tjetër tha: nuk doja që t'i afrohesha shumë, por mu duk sikur shpina ishte mbuluar me pend. Ai dukej si një shqiponj, si një skifter apo diçka e ngjashme." Dikush tjetër tha: "Mos ja jepni dorën, sepse thonjë ti janë bërë si kthetrat e shqiponjës." Si përfundoi ai në këtë gjendje? Kjo ndodhi nga që Perëndia nuk do ta ndajë lavdinë e tij me asnjë tjetër. Ju e mbani mend kur thotë: "Në fund të kësaj kohe,
Unë Nebukadnecari ngrita syt nga qielli dhe arsyeja mu kthye. E bekova shumë të lartin dhe e lëvdova. Rreziku i forcës. Ruhuni prej tij. Këtë gjë e shihni edhe tek Uziahu, te 2 Kronikave 26. Por, pasi u bë i fuqishëm, zemra e tij u bë krenare, aq sa u korruptua. Pika e tij më e dobishme u kthye në çastin e dobësisë së tij më të thellë. Duke qenë se nuk e dalloi dobësinë të qenët i fortë, ai e përqafoi forcën e tij. Kur ai nuk ishte më, askush nuk e mbante mend faktin që ai ishte bërë mbret në moshën 16 vjeçare. Askush nuk i kujtoi fitoret e tij ushtarake. Askush nuk e mbajti mend aftësinë e tij për të ndërtuar mbretërinë dhe për t'u zgjeruar në territor në çdo drejtim. Gjithsa thanë për të ishte, e ka zënë lebra. E ka zënë lebra. Burra, unë dhe ju mund të kalojmë 26 vjet të jetës son duke krijuar një emër, dhe pastaj ta hedhim atë tej në më pak se 26 minuta duke përqafuar forcën tonë. Dhe e fundit, nëse kemi nevojë të hapim syt ndaj rrezikeve të forcës, le të përqafojmë forcën e dobësisë. A nuk ju pëlqen Jozefi? Nuk po i referohem Jozefit, po i referohem Jozefit tjetër, atij në dhjatën e vjetër. Por e duam këtë Jozef, e duam edhe atë tjetrin. Ky është një emër shumë i mirë. Faraoni e thërret dhe i thot: pash një ëndër dhe askush nuk mund të ma interpretoj dot. Por kam dëgjuar që kur ta tregojnë një ëndër, ti ke mundësinë që ta interpretosh. Ky është një çast zbulimi. Çfarë do t'i thot ai? Faraon, ke gjetur njeriun e duhur. Unë jam ai që të duhet. Po zotri, unë interpretova disa ëndra javën e kaluar. Thjesht ma trego dhe unë jam ai që do të ta interpretoj. Ëndër, 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 ëndër. E po, do t'ju duhet që të shkoni dhe të lexoni Biblën tuaj për të kujtuar se çfarë i tha ai. Por kjo është gjëja e parë që del nga goja e tij. Unë nuk mundem. Këtë i tha Jozefi. Pastaj i tha: por Perëndia do t'i jap një përgjigje faraonit. Si? Përmes Jozefit. Por ai nuk mund ta bënte dot. Por e bëri. Si? Ai e bëri për shkak se e dinte që nuk mund ta bënte dot. Arsyeja pse shumë prej nesh nuk po e bëjnë, është për shkak se mendojnë se mund ta bëjnë. Vetëm kur pranojmë që nuk mund ta bëjmë dot, atëherë Perëndia mund ta bëjë. Nuk e dim se çfarë do të bëjë Perëndia. Nëse do të shtriheshim me fytyrë mbi tapet dhe do t'i përgjëroheshim Perëndis duke thënë: o Perëndi, i kam katranosur gjërat. Kam 72 javë rresht që më ngjitet gjuha në qiellës. Nuk di si ta bëj këtë. Jam për të ardhur keq në këtë gjë. Shumica nga ne nuk janë në këtë pozitë. Po lexoni gjithë ato materiale që thonë se Perëndia është i hapur për të mësuar, dhe e mendoni atë sikur po qëndron në balkonet e qiellit dhe po pret të zbulojë nëse predikimi juaj do të jetë i mirë apo jo. Ju nuk e befasoni kurrë Perëndin. Nuk e bëni kurrë. Kjo në fakt është një herezi e lashtë e mbuluar me një petk të ri. Nuk ka asgjë të re në diell. Kjo nuk funksionon në jetën e Jezusit. Dhe nëse nuk funksionon në jetën e tij, nuk funksionon. Ky ishte një koment shtesë. Së fundi, mendoni për lutjen e zotërisë J. Jo, nuk po flas për lutjen e Jabetsit. E kam fjalën për lutjen e Jozafatit. Atë lutje mund ta lexoni te 2 Kronikave 20. Nëse nuk kishit plane për kohën tuaj të qetë, ky mund të jetë një vend shumë i mirë për ta përmbyllur këtë mesazh. Ka qenë një kohë madhështore reformimi dhe rizgjimi si rezultati i udhëheqjes së Jozafatit. Por tani ushtrit sulmuese janë shumë afër. Ai ka marrë disa vendime në lidhje me këtë situatë dhe tani është ballafaquar me një ushtri të panumërt. Shkon dhe e lexon lutjen e tij dhe ai fillon të thotë: o Perëndi, a nuk je ti Perëndia sovran që i ngre kombet? A nuk je ti Perëndia i qiellit që sundon mbi gjithçka? Tani o Perëndi, tani që kam shpallur se kush je ti, më lër të pranoj se kush jam unë dhe se ku jam unë para këtyre popujve. Ja se çfarë thot ai. Ne jemi pa forcë. Pastaj vazhdon dhe thot: nuk dim çfarë të bëjmë. Kjo më pëlqen. Kur e lexoj këtë, dua të kërcej lart e poshtë mbi krevatin tim, sepse kjo është si puna e deklaratës së qëllimit të kishës son. Ne jemi pa forcë dhe nuk dim çfarë të bëjmë. Nuk ka seminare të mjaftueshme në të cilat të shkojmë. Nuk ka strategji të mjaftueshme që t'i gjejmë dhe t'i provojmë. Ne i kemi lexuar të gjitha. E pam këtë gjë. Por ne, o Zot, nuk kemi fuqi dhe nuk dim çfarë të bëjmë. Por sytë tanë janë drejtuar te ti. Kjo është e gjitha. Tani kemi një shans. Çfarë ndodh kur vazhdoni të lexoni më tej? Ja se çfarë thuhet.
Atëherë Jozafati uli për tokë fytyrën e tij dhe tërë Juda dhe banorët e Jerusalemit ranë përmbys përpara Zotit dhe adhuruan Zotin. Kur do të bien njerëzit tanë me fytyrë për tokë dhe të adhurojnë Zotin? Atëherë kur ne të bie me fytyrë për tokë. Kur do të bie me fytyrë për tokë? Kur ta di që duhet ta bëj. Kur e di që duhet ta bëj. Mirë po, për aq kohë sa kam qoftë edhe një thërrim me besimin aftësitë e mia, për aq kohë sa jam i bindur se kam zotësi për ta kaluar këtë situatë, atëherë do të vazhdoj të qëndroj në këmbë kur, në fakt, duhet të bie me fytyrë për tokë. Shumë të dashur. Nëse mendoni për të gjitha iniciativat e 12 vjeçarëve të fundit në këtë vend të mrekullueshëm, iniciativa të mrekullueshme, gjëra mbreslënse për të cilat e falenderojmë Perëndin, a mund ta përfytyroni dot? Pavarësisht nga gjithë këto, në vendet tona, vetë shërbesa pastorale të karakterizohen nga pastorë që bien me fytyrë për tokë dhe nga besimtarë që ndjekin shembullin e tyre? Në fund të fundit, kujtimi dhe trashëgimia jetëgjatë e Jozafatit nuk është që ai ishte një burr i papar edhe pse ishte i tillë. Nuk është që ai ishte një burr i mirë edhe pse ishte i tillë. Trashëgimia jetëgjatë e Jozafatit është që ai ishte një bari i popullit të Perëndisë, i cili e kuptoi që ka forcë në dobësi. Kjo shpjegon arsyen pse Perëndia zgjodhi të dobtit dhe jo të fortët. Kjo e përforcon faktin që ai u jep forcë të dobtëve, ndërsa atyre që nuk kanë fuqi u ashton atë. Ja pse ai e vendos thesarin e tij në enët e thyeshme të jetëve tona të dobta. Ja pse të krishterët që ne i admirojmë më tepër për perëndishmërinë dhe për dhuntitë e tyre janë po aq enë prej balte sa ju dhe unë. Tani i dobti thot, unë jam i fortë. O atë, dëgjoj i klithmat e zemrave tona për hir të Jezusit. Amen.